Ervin Alushi është drejtuesi i klubit të futbollit Bashkimi në Shkodër, një klub model për nga organizimi, por edhe me ekipet që drejton. Sa po mbyllet një turnet të suksesshëm me turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event. I kënaqur? Shumë i kënaqur. Ekipi jonë, akademia jonë, Bashkimi mori pjesë me 4 ekipe, me U9, U11, U13 edhe U15. Ku me atë U15 ndolëm edhe kampion i vendit të kupës së dytë dhe për këtë jemi të kënaqur dhe edhe ekipet tjera bën një paraqitje shumë të mirë. Jemi shumë gëzuar edhe jemi shumë kënaqur për këtë event. Është një organizim shumë i mirë që bëhet për i drejtuesit, për i shoqatës që falenderojmë shumë me kryetarin Lazar Matia dhe për i krejt federatës dhe për i krejt organizatorëve. Me cilin prej skuadrave ishit më i kënaqur në këtë turne, Ervin? Padyshim me gjithë, por kryesorja me U15 është një veçanti sepse tek U15 kishim disa lojtarë që ne i kemi quajtur tek vllaznia, pra është Ambra Reshiti që është një lojtar edhe kombëtaret, e nisë re para të gjithë. Ato ishin pjesëmarrës me ekipin tonë në këtë event dhe isha shumë i kënaqur me këtë ekip, ku dolën edhe kampion. Shpeshherë një shprehur se keni një bashkëpunim të mirë fillt me klubin e futbollit Vllaznia, me akademinë ku keni çuar disa futbollistë. Do të vijojë ky bashkëpunim? Patjetër që po. Na edhe këtë sezon kemi 2 emra të tjerë, një Elson Kështeja dhe Reis Ure, që shpresojmë edhe ata 2 të jenë pjesë e akademisë. Po padyshim do të ketë edhe në vitet në vazhdim. Ishim Ervin Alushi, drejtuesi i klubit të futbollit Shkodra Bashkimi në Shkodër, urime dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit.